momenti ku inteligenca artificiale po na tekalon, por edhe po na paraprin, gjithçka që ka të bëjë me digitalizimin, jo vetëm të administratës, po dhe të shërbimeve dhe për të ardhur më afër qytetarit, na jep një impenjim tjetër në mënyrën se si duhet ta qasim dhe si duhet ta shohim procese digitalizuese dhe transformuese të qeverisë shqiptare. Ne jemi shumë krenar për shumë çka është bërë deri tani, sigurisht edhe në bazë të raporteve ne jemi shumë më të avancuar në rajon se dhe vendet e tjera, por kjo nuk na lë aty. Na çon shumë përpara, kemi ministren siç ju e përmendët, e cila do të cjelli një rol tjetër, do të ketë një rol tjetër transformues për sa i përket digitalizimit dhe inovacionit, jo vetëm digitalizimit si i tillë. Presim gjëra shumë interesante dhe do të kemi shumë projekte të cilat do të mbështeten edhe nëpërmjet WPIF-it. Po siç thash, do të kemi një listë të cilën do duhet ta diskutojmë pastaj projekt për projekt.